për momentin e kanë të ngrira, por do ecin, do të çajë takulli, do ecin përpara. Në punën e tij, në profesionin e tij do eci përpara, po duhet të ketë kujdes nga shoqëritë ose në rrethin shoqëror. Është i bllokuar, shikoj që ka pasur bllokime si në punë, si në dashuri, si në fat, një tragjedia, një burg. Është në një diçka si kur ka yllu në një kështjell dhe nuk po del dot nga kështjella, gjërat i ka të turbullta, është në ca ujëra të turbullta, por do ketë qartësime. Mund të jetë pak errësirë në lidhje me punën, me fatin, gënjeshtra, mashtrime, manipulime, dhe gjërat i shkojnë, është si një fati në prej, që të shkojnë gjërat diku dhe të priten në mes. Por, do vi një kohë që djali do zbuloj gënjeshtra, mashtrimi, manipulimi, intriga, tradhëti dhe çdo gjë do ja nxjerrë Zoti sheshit. Do ketë fillime të reja, nisma të reja do eci përpara dhe është shumë e pat, do ketë personat që mund të ketë armik dhe kundështare, do t'i largojnë, do ketë nisma të reja, do ecin përpara, por është edhe syri keq, edhe energjia negative, që kjo nuk ka përfunduar, se deri dikuj kanë pasur marrëdhënie të mira, me sa po shikoj në letrat, por në fund fare kanë ndërhyrë dhe personat të tretë. Dhe çfarë ka bërë djali, që është në një situatë të vështirë, që duhet të zgjedhë midis dashurisë dhe familjes së vet. Tani Peshorja. Vjen kish po do kenë të ardhme bashk. Nuk do kenë të ardhur. Shiko, në marrëdhënien e tyre është diçka se kanë qenë deri diku kanë pasur një lidhje dashurie dhe ajo lidhje dashurie ka filluar në urrëtie. Ato dashuria kanë kthyer që të urrejnë njëri tjetrin. Humbje parash, shumë pune, distancë, largësi, krizë në partneritet, kanë pasur krizë të distancuar, të larguar, dikush e ka tradhtuar, Venusi mund t'i ketë bllokuar pak në dashuri, mund t'i ketë në stres e marzitje, bllokime, do bëjnë udhëtime të gjata, janë super të mingarkuar nga thashë themet poshtë përpjet, sa shikoj si kanë pasur dhe shumë thashë theme poshtë përpjet, por do gjykojnë për marrëdhënien që kanë dhe të dy kanë një pozicion të mirë, por duhet të kenë kujdes nga personat materialistë. Në një çift mund të ndërhyjë dhe një person i tretë dhe duhet të kenë kujdes nga personat që janë materialistë, që mund të foten dhe kthetrat e djallit ose personat negativ që mund ta manipuloj, ta gënjë, ta mashtroj, ta manipuloj. Do vi një kohë që do i kërkojnë të falur njëri tjetrit, mund të bëjnë udhëtime të gjata, por mund të jenë shok ndaj njëri tjetrit, që mund të pinë dhe një kafe, do kenë një komunikim të vazhdueshëm, do balancojnë gjërat, për momentin mund të kenë gjërat pezull, do me thënë, mund të zvarritën pak, por në fund fare do kenë rrugëzidhje, do me thënë, do bëhet diçka që nesër pas nesër inshallah fejojnë bashkë. Do kanë ta njëri bashkim apo nuk do kenë? Mund ta kenë, po do jetë në çik me vështirësi, do kenë pengesa, por në fund fare mund të kenë dhe një fejesë bashkë. Dhe thënë djali do zgjedhë o familjen o dashurinë. Djali tashmë ka zgjedhur familjen, Elena. Po i ka zgjedhur, po nesër pas nesër nuk i di, do ndroj mendjen në momentin e fundit mos zgjidhë dhe dashurinë. Se kush ka vendin e vet, familja ka vendin e vet, dashuria ka vendin e vet. Tani po e lem me kaq për sot? Po e lem me kaq për sot. Ka pafund mesazhe të tjera për që e lem për emisionin tjetër. E lem emisionin tjetër. Por njëkohësisht mund të shkruani, të telefononi prap në rrjetet tona sociale për çfarë do lloj historie që keni nevojë të dini, të dëgjoni, se çfarë do të ndodh në të ardhmen, energjinë tuaj. Po. Me mua dhe Elena Demollarin. Elena, të falenderoj shumë. Faleminderit edhe ty, Klea. Je shumë e mirë. Edhe ti je shumë e mirë. Ja, pra kështu erdhi fundi këtij episodi, bashkë do të shihemi sërish nesër në orën 11. Mos harroni të na ndiqni, mirupafshim. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.